Diaspora luajti një rol të rëndësishëm në procesin zgjedhor të nënshkurtit, madje me përfundimin e numërimit të votave me post pati edhe ankesa për keq përdorimin e tyre, ndërsa kjo çështje ende po diskutohet dhe rezultatet nuk janë certifikuar akoma. Në një prononcim për gazetën Pota Sot, veprimtari nga Gjermania Osman Ferizi, i larguar nga Kosova që nga janari i vitit 1992, ka thënë se pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit 2025, është e domosdoshme të nisë një debat i thellë mbi rolin e Mërgatës në jetën politike dhe institucionale të Kosovës. Në përgjigjen që e ka titulluar Mashtrimi dhe tjetërsimi galopant i votës në Mërgat, Ferizi ka theksuar se Mërgata shqiptare, e cila ka luajtur një rol kyç në mbijetesën ekonomike dhe politike të Kosovës, ka mbetur tashmë e paorganizuar dhe e nënvlerësuar edhe pas më shumë se një dekade të pavarësisë. Këtë shkrim e mora si shkallës dhe thirrje e fuqishme për një debat të domosdoshëm mbi rolin e Mërgatës në jetën politike dhe institucionale të Kosovës. Pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, është e rëndësishme që të bëhet një analizë e thellë mbi përfaqësimin e diasporës dhe të nxjerrën mësime për të ardhmen. Mërgata shqiptare ka qenë një shtyllë kryesore e mbijetesës ekonomike dhe politike të Kosovës, por edhe pas më shumë se një dekade të pavarësisë, ajo mbetet e paorganizuar dhe e nënvlerësuar institucionalisht, është shprehur ai. Ferizi ka theksuar se një popullsi që përbën rreth 50% të kombit nuk ka asnjë përfaqësues të garantuar në Kuvendin e Kosovës. Ai ka shtuar se këtë mundsojnë vetëm disa individë të emëruar përmes kritereve partijake dhe nepotike, që për të është një padrejtësi dhe një humbje për shtetin, duke shpërfillur një potencial të jashtëzakonshëm, intelektual, ekonomik dhe politik. Një popullsi që përbën rreth 50% të kombit nuk ka as edhe një përfaqësues të garantuar në kuvend apo institucione kyçe të vendit, përveç disa rasteve individuale të emëruar me kritere partijake dhe nepotike. Kjo nuk është vetëm padrejtësi në një pjesë të madhe të kombit, është mohimi i asaj pune e kontributit të madh, por edhe një humbje e madhe për shtetin, duke shpërfillur një potencial të jashtëzakonshëm intelektual, ekonomik dhe politik. Një problem tjetër i madh është manipulimi dhe tjetërsimi i votës së diasporës nga grupe okulte brenda partive politike, ka shtuar Ferizi. Një tjetër shqetësim i ngritur prej tij është manipulimi dhe tjetërsimi i votës së diasporës. Ai ka theksuar se përkundër të drejtës themelore për të votuar, partitë politike vazhdojnë ta keqpërdorin këtë të drejtë për interesa të ngushta, duke orkestruar orientimin e votave të mërgjimtarëve për të favorizuar individ të caktuar.